Kievi njoftoi të premten arrestimin e 10 personave në Ukrainë dhe Moldavi pas informacioneve se po planifikonin vrasjen e zyrtarëve të lartë Ukrainas. Kryeprokurori Ruslan Kravchenko bëri me dije se të dyshuarit vrasës me pagesë të porositur nga Rusia do të përfitonin deri në $100.000. Ai konfirmoi se forcat e rendit kryen kontrolle në të gjithë vendin dhe konfiskuan para, armë, eksploziv dhe komunikime me agent rus. 7 persona u arrestuan në Ukrainë dhe 3 të tjerë, përfshirë organizatorin e komplotit, u kapën në Moldavi, thuhet në deklaratën e prokurorisë së përgjithshme. Më herët operacioni i përbashkët u konfirmua edhe nga Moldavia. Kievi përmendi vetëm njërin prej zyrtarëve që ishte objektivi të dyshuarve, Andriy Yusov, i angazhuar në komunikimet strategjike të ushtrisë ukrainase, i cili koordinon shkëmbimet e të burgosurve me Rusin. Kievi e ka akuzuar edhe më parë Moskën për komplot për të vrarë zyrtar të lartë politik dhe ushtarak, përfshirë presidentin Volodymyr Zelenski edhe kreun e shërbimit të inteligjencës së Ukrainës. $, в США в наступному році.